por snihesh kundrejt meje, edhe veç vazhdon. Duhet ai me të kërku falje ty. Edhe nejse, e krym këtë farë punë, e kërkum folje në një tjetrit. Erdë puna që e patën ata me tequila, ollën të zjorde dhe edhe të tha Gresa po kallëzoshe, lik tha ka një herë tha që po përziesh muhabete që nuk takojnë, tha shortmak. Po tha son e gjujsha Sarën, tha dhe t'jo në gjyve, tha shqyre unë po të ricitoj ty që ka ke thonë, jo tha mu mos më ricitoj, tha se si e kërkushi. Ta shvlone po të ricitoj që ka ke thonë, se po ndo këtë se kuptej ka së fjodin me ricitu, po s'ko lidhje. Ashtë një herë i ke thonë Sarës po keshna me ty që s'po din me kip, ashtë s'këm folj. Momenti që ke thonë po keshna me juve femnave që ju s'po dini me kip se është punë për juve, aty këm reagu. Tash se nuk mund është ashti me përgjithsu një gjo. Nuk mund është se po ofendon. Kom fot dhe mu. Ose i përket kategorisë. Edhe, normal që ko me reagu. A ti po pret për mje me më shelë gojën në edhe ti kur të fleta, pëse kush jeti? Pse se qelë pra të gojën kur më ofendon ajo që rrën të e flenë me ta? Që tha? Jo, s'ka keq. Nja 2-3 jare kom qelë temë më në mimozës, le s'po folim për mimozën, tash normal që s'po folim thash se do të më hongër pasër ke halo. Po, unë edhe sot thash që aty jashtë kur ke monet e visje dhe s'di kush ke, që tash një person pavarësisht sa është i ofërt me dikën, kur vjen puna me diskutu për një situatë, do të me pas një mendim edhe një qëndrim ndaj qasoj gjoje.